lavdërueshëm, i lavdishëm për shkak të famës të mrekullive të tua, dhe nëpërmjet përuljes së Jezusit, për të ardhur në formën e një fëmije të vogël, për të pushuar në krahët e tu. Fito për mua nga bujaria e tij, hirin që dëshiroj me zjarr nga thellësia e zemrës time. Ju që ishit kaq të dhemshur ndaj mëkatarëve të mirë, mos keni parasysh padhenjësinë e atyre që ju luten, por lavdinë e Perëndisë, që ajo të mund të smallohet edhe një herë me plotësimin e kërkesës së veçantë, të cilën unë tani e kërkoj me zell. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe na çliron nga e keqja. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, e i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka që në fillim e ashtu tash, e për gjithmonë e jetës. Amen. Shën Antoni, lutu për ne.